Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar së fundmi ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. Për herë të parë, ligji adreson drejt për drejt dhunën digjitale dhe ndërhyrjen e shtetit në mjedisin online. Dhuna në internet nuk do të trajtohet më si fenomen social apo problem etik, por si shkelje ligjore me pasoja konkrete. Ligji e përkufizon dhunën digjitale si çdo formë ngacmimi, përndjekjeje, kërcënimi, publikimi të dhënave personale apo shpërndarje të materialeve intime pa pëlqim, të kryera përmes rrjeteve sociale, aplikacioneve dhe platformave online që cënojnë dinjitetin, sigurinë dhe mirëqenien e viktimës. Sipas dispozitave të reja, gjykata mund të urdhërojë ndalimin e menjëhershëm të komunikimit online, mbylljen ose bllokimin e llogarive, si dhe heqjen e përmbajtjes abuzive brenda afateve të detyrueshme nga 12 deri në 24 orë, në varësi të rrezikut dhe natyrës së rastit. Njëkohësisht, ligji parashikon ruajtjen e provave digjitale, të tilla si mesazhe, pamje, video apo të dhëna elektronike, të cilat tashmë njihen si prova të vlefshme ligjore. Risi e rëndësishme është edhe vendosja e përgjegjësisë ligjore për platformat online, nëse ofruesit e shërbimeve nuk zbatojnë urdhrat për heqje apo bllokim të përmbajtjes abuzive, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare mund të vendosë gjoba administrative që variojnë nga 30.000 deri në 500.000 lekë për çdo 24 orë vonesë. Ligji parashikon gjithashtu mekanizme gjurmimi për autorët e dhunës digjitale përmes bashkëpunimit me platformat online, ruajtjes së të dhënave teknike dhe në rastet kur plotësohen elementet e veprës penale, referimin e çështjes për hetim penal. Me këtë ndryshim ligjor, dhuna nuk konsiderohet më e kufizuar vetëm në hapësirat fizike, por edhe në mjedisin virtual, ku vitet e fundit është shënuar rritje ndjeshme e rasteve të ngacmimit dhe përndjekjes online. Institucionet synojnë që përmes këtij ligji të kufizojnë anonimitetin abuziv dhe të krijojnë një mekanizëm reagimi të shpejtë për mbrojtjen e viktimave në internet.